Mirë për ata të cilët I kanë të vrazhda zemrat e tyre, të tillët janë në humbje të madhe. Allahun te bareke ve teala falenderojmë, atë xhelle ve ala e madhërojmë, për Allahun te bareke ve teala në sejdë dhe në rukubim. E falenderojmë Allahun xhelle ve ala, ashtu siç e falenderoja I veten e tij në fillimin e livit kur tham Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Të gjitha falënderimet dhe lavdatat janë për Allahun, Zotin e botrave, mëshiruesin, mëshirbërësin. E falenderojmë Allahun xhelle ve ala, ashtu siç e falenderoja I veten e tij ditën kur e krijoi qiellin edhe tokën dhe tham Elhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda. Falënderimet I takojnë atij cili krijoi tokën edhe qiejt dhe vendosi errësirën edhe dritën. E falenderojmë Allahun sa I është meritor që të falenderohet në qiellën e tokë. La ilaha illallah. Paqja dhe mëshira e Allahu xhelle ve ala të gjitha qofshin për pejgamberin ton të dashur Muhammedin, të birin Abdullahi salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Paqja dhe mëshira Allahu xhelle ve ala të gjitha qofshin për atë dhe për ndjekësit dhe pasuesit e tij deri në ditën e ringjalljes. O ju robër të Allahut, keni frikë Allahun xhelle ve ala me një frikë të vërtet dhe përgatituni për ditën e takimit me Allahun xhelle ve ala, se dita e takimit me Allahun xhelle xhelalu është afër dhe së shpejti do të vjen. Allahu xhelle ve ala thot innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ata janë që ju duket ajo ditë shumë e largët, kurse për ne ajo ditë është shumë e afërt. Pra jo vëllezërit e mi, dita e takimit me Allahun xhelle ve ala është duke ardhur, ashtu siç thot Allahu inna ajalallahi la'at. Me të vërtet exheli dhe dita e caktimit me Allahun xhelle ve ala për çdo ditë po vjen dhe po afrohet. O ju robër të Allahut, bëni çdo vepër e cila ju ruan dhe ju shpëton prej zjarrit të xhehenemit, se pa shamadhërinë Allahu trupat ton së ne bëjmë ballë zjarrin e xhehenemit. E lut Allahun që të na ruan prej tij. Dhe më pastaj, të nderuar vëllezër, Allahu te bareke ve teala thot në Kur'an لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Në qoftë se ne do ta kishim zbritur Kur'anin në male dhe në kodra, do t'i shihje male dhe kodrat se si derdheshin dhe strukeshin dhe frigoheshin për frikës Allahu xhelle ve ala. Pra Allahu te bareke ve teala po ne I bën me dije nëpërmjet këtij ajeti se Kur'ani I madhërisëm o ju vëllezër, e që është fjala e të madhit Zot xhelle xhelalu, në qoftë se do të kishte zbritur në male dhe në kodra, malet edhe kodra do t'i kishte bë hije pluhur prej frikës Allahu xhelle ve ala. Vazhdon Allahu xhelle ve ala dhe thot wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas. Dhe këto shembuj ne po shkuqisim dhe po tregojmë njerëzve, kështu që ata të meditojnë në fjalët e Allahu xhelle ve ala. Ja Allah, Kur'ani në qoftë do të kishte zbritur në male, do t'i kishte bërë malet hir pluhur. Po çka është halli o vëllahuj me zemrat tona, e që këtë Kur'an Allahu xhelle ve ala e ka zbritur për zemrat e njerëzve dhe mendjet e njerëzve. Çka njerëzit që e dëgjojnë fjalën e Allahut dhe nuk I binden asaj, çfarë kanë njerëzit që e dëgjojnë fjalën e Rahmani xhelle ve ala dhe nuk zbuten zemrat e tyre me të. O vëllezërit e mi, na tregon Allahu xhelle ve ala në Kur'an se ashpërsia dhe vrazhdësia e zemrave është cilësi e munafikëve, është cilësi e çifutëve, është cilësi e krishterëve, është cilësi e pabesimtarëve. Allahu na ruaj. Thot Allahu xhelle ve ala kur tregon për cilësitë e munafikëve dhe thot fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Me të vërtet në zemrat e tyre ka sëmundje dhe Allahu xhelle ve ala vazhdon sëmundjen. Dhe sëmundjen më të madhe që e kanë munafikët, pra dy fytyrshit në zemrat e tyre, që nuk lanë që në zemrat e tyre të ndikon fjala e të madhit Allah xhelle ve ala.
Allahu te bareke ve teala në Kur'an, kur na flet për çifutët dhe jehudët dhe për cilësitë e tyre, ndër të tjera thot: "Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik, fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Allahu jalla wa ashaddu qaswa. Allahu jalla wa ala pra thot për cilësitë e çifutëve, dhe me të vërtet zemrat e tyre u ashpërsuan dhe u bën si gurri, bile edhe më të ashpra se gurri. Allahu na ruaj. Allahu xhallahu ala kur flet për të krishterët dhe zemrat e tyre në librin e tij thot: "Fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah." Dhe për shkak se ata e thyem besën me Allahun, ne ata i mallkuam dhe i bëm zemrat e tyre të ashpra. La ilaha illallah. Allahu xhallahu ala në Kur'an kur flet për pabesimtarët, thot se prej cilësive të tyre është vrazhdësia e zemrave. Thot Allahu xhallahu ala: "Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah, ulaika fi dhalalin mubin." Mirë për ata të cilët i kanë të vrazhda zemrat e tyre, të tillët janë në humbje të madhe. Wallahi, wallahu im, nuk ka humbje më të madhe se humbja e njeriut që zemrën të cilën Allahu ja ka kriju, që në të zem vend vetëm Allahu dhe madhështia e tij. Ai ja ka mbyll derën Allahu xhallahu ala, ja ka mshël derën zemrës së tij që të deportojë në të fjalët të madhit Allah xhallahu ala. Ej, wallahu im, në qoftë se je duke më pyet pse o imam nuk kam vullnet dhe dëshirë për namaz, pse o imam kam dëshirë dhe vullnet për haram dhe mëkatet, për arsye se zemra ju vëllezërit e mi, i cili është në realitet dirigjuesi i gjymtyrëve dhe i gjymtyrëve të trupit, është i shtangur, është i vrazhd, nuk lën në të që të dëpërton fjala e të madhit Allah xhallahu ala. Andaj ju vëllezërit e mi, pse Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu ishte në gjendje që gjithë pasurinë e tij ta jep për Allah xhallahu ala? Nga se Hasan el Basria radhiyallahu anhu tha se Ebu Bekri na i kaloi bi shay'in waqara fi qalbihi wa saddaqathu al jawarih, me diçka që e preku loçkën e zemrës së tij. Pra atë ditë o vëllahu im, që hyri imani dhe besimi në zemrën e Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, i shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ja Rasulullah, ja ku është e gjithë pasuria ime, të gjithën e hap për Allah xhelle xhelalu." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "O Ebu Bekër, për çka je duke i lënë familjes tënde?" Tha: "O i dërguari Allahu, ja la familjes Allahun dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam." O ju vëllezërit e mi, çka i shtyri sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të shpenzojnë edhe vetet e tyre në luftën në rrugt të Allahu xhelle xhelalu, për arsye se në zemrat e tyre kishte hi imani në Allahu xhelle ala. Andaj Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ndodhte shpeshherë vëllahu im që të qohet natën dhe të falet deri në agimin e mëngjesit. Sa që ka ardhur transmetime që e reciton të gjithë Kur'anin prej pas namazit sabahu deri në mëngjes në namaz, sa që janjeshin këmbën në namaz për Allahun xhallahu ala, kurse ne o vëllezërit e mi 5 minuta së ngjim kohë për Allah. Kur bëhet ezani hayya ala salah hayya ala falah, ne endemi duke e pi kafen, e cila është kafja e 5 sot për nga mëngjesi i hershëm. Për shko mërë vëlla qohu dhe trazohu shko në gjamiet e Allahu xhallahu ala, ende nuk pas ka ardhur koha për t'je përgjigjë Allahu xhallahu ala. E kur e pyetën Uthmani radhiyallahu anhu si është e mundshme o Uthman që pjesën më të madhe të natës ta kalosh në ibadet dhe në adhurim duke qëndruar në këmbë për Allah, ai radhiyallahu anhu e tregoi ilaçin dhe tha: "Law tahurat qulubuna ma shabi'at bi kalami rabbina." Po të pastroheshin zemrat tona, kur nuk do të ishin ngopur me fjalën e Allahu te bareke ve teala. Pra gjitha ju vëllezërit e mi që ka tek zemra. Andaj Allahu xhallahu ala po na tregon në Kur'an se Kur'ani në realitet ju flet zemrave para se t'ju flet gjymtyrëve dhe mendjes. Thot Allahu xhallahu ala: "Allahu نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله." Allahu është ai I cili e zbriti librin, I cili është I bukur dhe I cili është I përshtatshëm,
ai dridhën zemrat e njerëzve dhe i qetëson lëkurat e tyre. Pra Allahu xhallahu ala po na tregon se ky libër o ju vëllezërit e mi dëshiron që të depërton në zemra. Në qoftë se këtë libër o ju vëllezër e marrin si një poezi, ai nuk bën dobi. Në qoftë se këtë libër e marrin si një letërsi, ai nuk bën dobi. Në qoftë se këtë libër e marrin si një gazetë, ai kur nuk do të jetë libër i udhëzimit. Por Allahu xhallahu ala që nga fillimi i librit thot: "Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin." Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim në të. Ai dëshiron që t'i udhëzon zemrat. Pra në qoftë se s'depërton Kur'anin në zemrat e robërve, do të lehtësohen ibadetet dhe adhurimet. Elusa Allahu xhallahu ala që të na shton dinën dhe imanin, e në kuptimin e Islamit, me të zotim dhe zoti jo e shumë bujar, e që na i fali këtë Kur'an, alhamdulillahi rabbil alamin. O ju vëllezërit e mi, shpeshherë ne këndojmë në përmezhliset tona se filani zemrën e ka të pastër. E zemra në realitet është një copë mishi, realitetin e të së cilës e dije vetëm Allahu te bareke ve teala. Por po ta tregoj vëllau im se prej shenjave të një zemre të pastër është zemra e cila i përgjigjet çdo herë Allahu xhallahu ala, e madhëron halalin dhe i përgjigjet asaj, e madhëron haramin dhe largohet prej saj. Dhe dije o vëllahu im se ajo që më së shumti do të peshon në ditën e Kiametit tek Allahu xhallahu ala është pikërisht zemra. Allahu xhallahu ala thot: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Ditën kur nuk bën dobi as malli dhe as fëmija, vetëm kush do t'i shkon Allahu xhallahu ala me zemër të shëndosh. Zemër e shëndosh o ju vëllezërit e mi është ajo zemër e cila e shijon namazin. Zemër e shëndosh o ju vëllezërit e mi është ajo zemër e cila e shijon Kur'anin. Zemër e shëndosh o ju vëllezërit e mi është ajo zemër e cila e shijon të përmendurit e Allahu xhallahu ala. Kënaqet vallahi kur thot la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, elhamdulillah. Kur e përmenden Allahu xhallahu ala qetësohet zemra e tij. Andaj Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu tha: "Kërkojeni zemrën e juaj në 3 vende, në qoftë se nuk e gjeni në të, luteni Allahun t'ju jep një zemër tjetër se zemra juaj ka vdek." Thot kërkojeni zemrën e juaj në namaz, në qoftë se kënaqeni duke u fal, atëherë falenderojeni Allahun. Kërkojeni zemrën e juaj tek përmendja e Allahut dhe kërkojeni zemrën e juaj gjatë leximit të Kur'anit. E në qoftë se nuk i gjeni zemrat e juaja në këto 3 vende dhe këto 3 pozicione, luteni Allahun t'ju jep një zemër tjetër se zemra ju ka vdek. Por o ju vëllezërit e mi, në qoftë se vdes zemra, e vetmja e cila do ta ngjallën atë është zjarri i xhehenemit, Allahu na ruaj. Pra nuk ka diçka më të keqe o vëllezërit e mi se të vdes zemra, nuk ndikohet kur recitohen fjalët e Allahu xhallahu ala. Dhe më e keqe o ju vëllezërit e mi, se dikush kënaqet kur e dëgjon muzikën, kurse trishtohet dhe ndjehet i ngushtë kur e dëgjon fjalën e Allahut. Nuk e di që ka zemër më të ashpër dhe zemër më të vdekur se zemra e këtij njeriu. Allahu na ruaj ya rabbel alamin. Pra zemra ju vëllezërit e mi gjallërohet me Kur'an, nga se nuk e di që ka ilaç më të mirë për zemrat se sa fjala të Madhit Allah xhallahu ala. Zemra ju vëllezërit e mi gjallërohet me përkujtimin e ahiretit, me ditën e takimit me Allahun. Ho vëlla, thuj be vetes tënde do dalbe një ditë para Allahut. Po çka do t'i them Allahu xhallahu ala? Do të jemi një ditë pasha Allahu me këto sy do ta shohim xheneti para vetes dhe xhehenemin në anën tjetër. Dhe nuk e dim që në atë ditë do të na thuhet: "O filan, shko në për xhenet, apo shko për në xhehenem." Allahu na ruaj. O ju vëllezërit e mi, zemra gjallërohet me largimin nga haram dhe mëkatet, veçanërisht nga shikimi në haram, nga dëgjimi në haram, nga shkuarja në vendet ku i bëhet mëkat dhe haram. Allahu xhallahu ala. Elusa Allahu te bareke ve teala që të na jep zemra të gjallëruara, të cilat do të bëjnë dobi para Allahu te bareke ve teala ditën kur do ta takojmë atë, ya rabbel alamin. Elusa Allahu xhallahu ala që të na jep zemra të cilat kënaqen në afërsi me Allahun xhallahu ala, të cilat zemra prodhojnë lot që çajnë nga frika e të Madhit Allah te bareke ve teala. Para se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Allahu xhallahu ala 2 lot nuk do t'i bashkon. Loti i cili nxjerret për hatër të Allahu xhallahu ala do ta shuan zjarrin e xhehenemit në ditën e Kiametit." Apo siç ka në transmetime. Elusa Allahu na shton dinën dhe imanin, e ne kuptimin e Islamit, ya rabbel alamin.